Në vigjilje të festës së Fitër Bajramit në orët e vona të mbrëmjes është realizuar një aksion pastrimi gjeneral në të gjithë territorin e komunës së Çajirit. Aksionin e udhëhoqi vetë kryetari i komunës Izet Mexhiqi në koordinim me ndërmarrjen publike higjiena komunale, ndërmarrjen publike parqe dhe gjelbrime, si dhe shoqatën vullnetare të zjarfiksëve Bajram Miftari. Mexhiqi deklaroi se komuna e Çajirit çdo ditë angazhohet për mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirës publike, ndërsa ky angazhim po intensifikohet edhe më shumë në vigjilje të festës së Fitër Bajramit. Ashtu si që është tradit në familjen tona, në prag të festës së Bajramit, pra pastrohen shtëpit, pastrohen oborët, njëtë mënyrë pra po e pastrojnë mënyrë generale komunën e Çajirit, rrugët dhe rrugicat, ditëve në vijim dhe do pashtu me tekst të veçantë një pastrim general të qarqisë së vjetër, të oborëve të xhamiave, krejt ajo që është hapësirë publike. Sipas Mexhiqit, është përgjegjësi institucionale që qytetarët të presin festën e Bajramit në një ambient të pastër, të rregullt dhe dinjitoz. Ndryshe mbledhja e mbeturinave mbetet problem dhe sfidë serioze për institucionet lokale. Për të vënë në kontroll këtë gjë, qyteti i Shkupit ka marrë vendim për ndalimin e hedhjes së mbeturinave pas orës 22.